Një 24 vjeçar është arrestuar në flagrancë në kuadër të operacionit policor të koduar përdorimi, pasi dyshohet se përdorte kartë monedha euro të falsifikuara për të kryer pagesa. Sipas policisë së Durrësit, operacioni u zhvillua nga specialistët e seksionit për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Kavaj dhe në drejtimin e prokurorisë, pasi kallëzimi se një person kishte paguar me kartë monedha të dyshuar të falsifikuara në një pikë karburanti. Nga hetimi rezultoi se shtetësi me iniciale MR 24 vjeç kishte furnizuar automjetin me karburant në një pikë karburanti në fshatin Sinaballaj, Rrogozhin, dhe kishte paguar me 3 kartë monedha 20 euroshe të dyshuara të falsifikuara. Gjatë kontrollit fizik, policia i gjeti në portofolin e tij edhe 10 kartë monedha të tjera me prerje 20 euro, po ashtu të dyshuara të falsifikuara. Në total u sekuestruan 13 kartë monedha 20 euroshe, të cilat u morën me cilësinë e provës materiale. Në total u sekuestruan 13 kartë monedha 20 euroshe, të cilat u morën në cilësinë e provës materiale. Policia bën me dije se hetimet vijojnë në drejtimin e prokurorisë për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale dhe për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë rast.